Në kuadër të ditës ndërkombëtare të infermierëve, Kolegji AAB të martën ka organizuar aktivitete vetëdijësuese në sheshin Zahir Pajaziti duke ofruar shërbime falas për qytetarët. Matja e tensionit të gjakut dhe nivelit të sheqerit ishin disa nga shërbimet që ofruan nga studentët e infermierisë. Kemi dalë me ofru shërbime falas për qytetarët e Prishtinës, siç është matja e tensionit arterial, matja e glikemisë, matja e BMI-s edhe matja e pulsit dhe saturimit të oksigjenit. Si ditë botërore e infermierëve për neve si studentë është shumë e rëndësishme, edhe si qëllim kryesor e kena shërbimin sa më cilësor për qytetarët tonë. Interesimi është shumë i madh dhe po ndihem shumë krenar. Qytetarët e kanë mirëpritur këtë aktivitet duke e vlerësuar si një mundësi të mirë për kontrolle të shpejta shëndetësore dhe ndërgjegjësim për kujdesin ndaj shëndetit. Është mirë, iniciativë e mirë, sot këto njerëzit kanë mundësi kur të kalojnë për me matë sheqerin ose tensionin. Jashtëzakonisht mirë, po më pëlqen ta trit. Nesër inshallah s'u bën mi po apet në punë dikon spital aty kot. Ja, mirë. Mirë është se me matën kështu kohë pas kohë, unë e matën në shtëpi vetë. Për shembull peshën e tosën e mati vetë. Kolegji AAB ka njoftuar studentët e rinj për zbritjet që ofrohen për maturantët që regjistrohen në programin e infermierisë. Kolegji AAB ofron shumë mundësi, si për shembull trajnimet ndryshme në Gjermani që ofron me praktika profesionale. Na vitin e parë bojna një semestër në Kolegjin AAB dhe një semestër në QKMF të ndryshme, vitin e dytë në QKUK, në vitin e tretë në terciar dhe në dytësor. Janë disa zbritje nëse regjistrohesh si maturant në qershor i fiton 30% zbritje. Dita ndërkombëtare e infermierëve shënohet çdo 12 maj që nga viti 1965.